Kjo happy wife, happy life, kjo është thënie e budallicave. Ta morim kështu, happy king, happy kingdom. Mbreti i lumtur, mbretëria e lumtur. Gabim janë të dyja ant. Se dhe kjo thënie të shtakve, gabim të dyja ant. Tashi në një marrëdhënie ekzistojnë dy persona që munojnë me bëj të lumtur njëri tjetrin. Burri nuk është skllav. As gruaja nuk është skllave. Janë dy persona që kanë bënë kunur që munojnë me bëj të lumtur njëri tjetrin. A dini ju femnat se ekzistojnë burra sot që vinë për i punës, mos pune na lëjnë makinë parking edhe rrin 20 minuta vetëm të nejë kot makinë, nga që e di që ata prit zhurmë në shtëpi, për femnes toksike. Çfarë ndodh ki burr tash? Për se këtu është një faj kryesor që e keni ju femra. Çfarë ndodh këtu tash? Ki burri shijon qetësinë e vetmin, takë mbështet kryet makinë edhe rrin makinë aty e shijon. Tash ki burri nuk e tërheq më në shtëpi se ka zhurmë në shtëpi. E çfarë ndodh? E tërheq me dal jashtë. Edhe jashtë është tundimi. Natën është mëkati. Natën ekziston mëkati, jeton mëkati. Tash duhet të pas kujdes edhe ju, femnat, që burrin mos ta shtyni me mëkat. Pastaj është faj burrit nëse bjen pre. Dhe mi than, na ka psuar në kontroll. Mi than grus. Em punë. Em darë punë, po qetësi. Kupton? Burri do respektin e vet, gruaja do respektin e vet. Janë dy persona të bashku që bëjnë të lumtur njëri tjetrin. Ti ja bani servis gruas tone, gruaja bani servis e ty, i bani bashkë lumtur buzëqesh këtë familja. Lëni këto ignorancët e feministave dhe happy wife, happy life.